Gjatë ditëve të Ramazanit, ritmi i jetës në Shkup duket më i qetë se zakonisht. Rrugët janë më të qeta dhe qyteti sikur hyn në një ritëm tjetër. Megjithatë, edhe gjatë ditës nuk mungojnë momentet e socializimit. Njerëzit gjejnë kohë për të kaluar qaste së bashku, duke biseduar dhe duke shijuar atmosferën e këtij muaji. Në shumë vende bien në sy edhe lokalet e stolisura me dekorime të Ramazanit që japin qytetit një pamje festive dhe të veçantë. Ndërkohë, në qarshinë e vjetër të Shkupit, e njohur për gjallërinë e saj, gjatë ditës vërehet më pak lëvizje. Shumica e atyre që shihen janë turist, ndërsa shumë lokale mbeten pothuajse të zbrasta. Në për rrugat e qytetit sheh pasticeri dhe dyqane që kanë përgatitur ëmbëlsirat karakteristike të Ramazanit që përqojnë ndjenjen e ëmbëlsisë. Por se çfarë kuptimi ka ky muaj për besimtarët e tregojnë më së miri vet ata. Atmosfera e Ramazanit në Shkup është shumë e bukur. Shkupi ka një traditë shumë të madhe për Ramazan. Xhamiat janë plot me xhamat gjatë namazeve ditore, po edhe namazin e teravis. Këndohet shumë Kur'an, mukabele, para namazeve, iftaret, organizon iftare të ndryshme me familje, me shok, me miqme. Muaji Ramazanit është një muaj shumë bekuar dhe shumë i bukur. Një atmosferë të veçantë ka në Shkup dhe rrethin. Ramazani ka kanë këto shumë ma i vleshëm për para. Që tash upe faleminderit Zotit që boll trit mundohen, ajo në rrugë në ashti neve. A i rivi që shmëson, në rrugën e shti, njeriun në rrugë e shti. Si kur bëhet në Shkup iftari, në botë s'mundët me pas, une jam konë shofer. E kom hecën në Evropën, une s'kom lanë vend. Si kur në Shkup iftarin, të dirikin e iftarit, si e kanë ditë, e ne si e bojnë prap, nuk ka, unë e s'kom pa. Namazit të ravive këtu në Shkup se disë, unë jam nga Gosivari, a gjosh mirë shumë. Shumë ka. Personalisht që shë për jetën të namazit? Mirë. Veç mira? Mirë, elhamdulillah mirë. A ka në ushqim ma të veçantë në Shkup që ndoshta sun e gjejmë jashtë Ramazanit ose jashtë qyteteve? Se di, mund këtu ka Shkupi, për Ramazan ne vetëm a gjevla. Në Ramazan shpi, iftari shpi, me i mirë s'ka. Zdalim shumë. Në Racini kemi 5 xhamia. Besoni që nuk i zonë xhamiat muslimantë. Mbushën e stërmbushën. Për para nuk ishte kjo xham. Shkupi më i veçantë është i dalluar me shumë hafiza të Kuranit, me këndim të Kuranit, dhe Shkupi ka atmosfera agjerimi vërehet edhe të populata se janë të agjerueshëm. Pra Shkupi është fetar, dallohet si qytet fetar edhe kombëtar edhe. Atmosfera edhe e vrejnë edhe vetë është një atmosferë që s'munësh me përshkrue. Shumë e begat, shumë e njerëzit vrejen, shumica rallë shed i kanë, shumica agjerojnë, shitoret, burektoret, këto shumica nuk punojnë kur gjo këto. Faktikisht, si më konën fest, po në rënmarë kjo në realitet fest, po është shumë atmosferë që vetëm ata shka jetojnë këtu mujnë me kallëzu, është shumë dishka e mirë. Ti personalisht që shë për jetën Ramazan? Une me nëzipres me arë Ramazani, edhe me namaz, me agjerim, që këto përgjithësi, edhe me veprat mira shka mujmi me bon. Po një që vena për vëzhim, kina mbajt një dit, gjimës dit e kina mbajt, njësër e në gjimës në në baba thëte, e në bëhet një dit komplet. Një dit të rinë drek, një dit të rinë iftar, një dit bëhet iftar ditë. Ma kina mbajt në... Sa Ramazana i vjen këtë ta njetën që i ka qëru? Po i kave, i këmë bo 70 vetë. I që, ma se një 65 Ramazana i kam, 60.
i kom jetu. Verën e kom qëtaj verën më se në mrimo, se ndimën Ramazani po në. Inshallah i Ramazanat qëtë verat më, Zoti me iman, inshallah të gjinosh e gjallë tina. Për shumë prej tyre, agjërimi është një traditë dhe pjesë e pandashme e jetës gjatë Ramazanit. Madje disa thonë se të mos agjërosh në këtë vende në këtë periudhë duket diçka e pazakont. Shkupi është atmosferë ku këtu është turp ende është turp të shohësh do një njeri këtu që mos të agjëroj. Pra këtu agjëruesit me plot dëshirë e ëndje e presin këtë muaj dhe thi që shifni veçanërisht Bashkia Islame dhe gjithë hoxhallarët këtu edhe xhamit e tona, elhamdulillah, edhe para Ramazanit, po zakonisht frekventimi më i madh është në kohën e Ramazanit, sidomos në vaktet, kohët e namazit, po nënkuptohet ashtu quajtura taravia. Kështu, edhe pse ditët duken më të qeta, qyteti ruan një atmosferë të veçantë që e bën Ramazanin të ndihet në çdo hap.